Familja Ismaili e Gërbovsit të Medvedjes ka përjetuar dhunë brutale nga policia serbe në oborrin e shtëpisë së vet. E tëra kjo ka ndodhur kur një ekspeditë e policisë serbe kishte ardhur në fshat Xheja në kërkim të zjarrvënësve të malit në këtë pjesë. Si pasojë, kryefamiljari Sokol Ismaili ishte rrahur në pranitë të gruas dhe fëmijëve të tij. Ai më dhe unë rromë morë me qëllim në çutë mali. Veç me shtivon diçka, smuda me shku, tash jam smut të pi laça tash. Lutna tash hiç më largon me vejtu që smuj. Ja ka nisë me shoh, pej nolti shojke. Për men ke gjithë shka, që së në shprejet njeri normal ashtu së në shprejet. Shoj mua, shoqën e thmine, që ka mos shqiptarës ku majko, a ne këto, or tu i mrena, tu i këpejtim para alti, klub para, ma ka prekryu me herim rrade. Ta burrit, kur jëm dalën atë, kjo nisë me përti tajve që i ka alti që në kryve. Edhe këmë në herë rrade, ja ka nisë me silë me grushën në kryve dhe shkelma. Kur jëm dalën, edhe këmë thonë, je normal ti. Në gjuhë tyne, në gjuhë sërbej, këmë thana, e normal ti, që ka jetë të bo? Tha malë, për dëmë tha dhe ti, tha nonën e shqiptarët, kësë kështu të bofësha. Edhe unë i thash, që ka jetë të i bo njerit? E tha, për dëllë në te, tha, shuqupi këtina, edhe ka dosh me mëra muet, që to me paks. I kam shu deres shkellim, stojnë altë edhe më ka rrë. Jo, valiti kër e ka shty derën, se nëna jemi e ka mbyllur derën, edhe ai kër i ka rëmë në shkelma, edhe tani unë e konë mas dere, edhe tani ma ka hi dera. Tha dhe mu më kanë mytë bobën lufta shqiptarët, dhe ty me ta mytë të zbacën. Rasti i shprehjes brutale të dhunës ndaj qytetarëve shqiptar ka shqetësuar udhëheqësit politik shqiptar të këtushëm. Një gjë e tillë trajtohet si tendencë për shpërnguljen e shqiptarëve nga trojet etnike. Qeveria e Serbisë i shpenzoi të gjitha mekanizmat të cilat i përdori deri më tani për shpërnguljen e shqiptarëve dhe i mbeti vetëm përdorimi i dhunës, të cilën tash e humbi durimin dhe filloi edhe ta përdorë dhunën vetëm me qëllim të shpërnguljes shqiptarëve nga këto treva që ka bërë edhe viti 1999. Në vitet e fundit, policia, sidomos policia, tenton të shpërngul shqiptarët e Medvedjes tërësisht. Ashtu ka met një numër simbolik në komunë Medvedjes. Me këto akte ata dëshirojnë të shpërngulin Medvedjen që tjetë etnikisht e pastër pa shqiptarë. Sipas informacioneve, polici Milan Cvetković është ndaluar dhe të njëjtit i është shqiptuar masa e dënimit arrest prej 48 orëve. Në komunën e Medvedjes që nga periudha e luftës në Kosovë më pas edhe në Lugin janë shpërngulur më se 3500 banorë shqiptar, si pasojë e dhunës sistematike shtetërore serbe dhe diskriminimit të papar politik, ekonomik, arsimor dhe trajtimit jo njerëzor të shqiptarëve të këtushëm.